Përshëndetje nga kuzhina Nirit. Sot kam vendosur përgatit një burek të shpejt me 2 kuleç me mish që bashkë të knoq për dëshirën e fëmijëve, po ashtu edhe burrit. Krejt që kanë nevojën për brumin janë 600 gram miell, 300 ml me ujë të ngrohtë, një lugë të gjellës jo plot pra me krip, pak vaj qesim tek uji i ngrohtë, mandej përmbushjen 500 gram me mish të bluar, 2 qep të mëdha, një lugë të mesme me krip, edhe gjys lugët mesme me biber të zi, pak vaj, kaverdiset mishi, lojna muftov. Në anën tjetër për lyrjen e 2 kuleçve edhe për mi krejt në fund, na nevojitet 150 gram me gjallë të shkrirë edhe 50 ml me vaj që i përzina të dyjat. Bismillah, fillojna me përgatitjen e brumit tek uji. Qesim pak vaj, mandej shtojna edhe kripen, e përzina me vaj të dorës. Edhe pra hedhim ujin tek mielli edhe lëshojna mikserin ose përgatit një nxesh një brumin me duar. Edhe brumi është gati, tash e nalim edhe mikserin. Tash morrim pak miell edhe qesim pidrasën e kuzhinës, qesim edhe brumin. E ngjeshim pak me duar edhe e ndojna në 2 kuleç. Pra tash varet sa antarë të familjes jeni ju. Nëse jeni më shumë, mundeni përgatit 2 bureka tepsia, kështu që për neve del boll që kjo e ndojna në 2 kuleç edhe e rrëhojsim kuleç shto në miell. Tash të marrim prapë miell, edhe njënin kuleç që largojna anash, marrim të hullusin tash të bojna kuleçin parë. E kemi të hullu edhe kuleçin e parë, e lyna në gjitha andë pra me gjalpën që kemi përzi me vaj. E lyna pejten mirë. Tash të e përlosim edhe pejten. Prapë lyna me gjalp. Pjesën tjetër qesim për mi. Prapë qesim gjalp. Edhe e mbështjellim pejten. Lojna anash kështu edhe kuleçin e dytë të llojna duke ly prapë me gjalp. Dy kuleç, basi kemi ly me gjalp edhe i kemi mbështjell, tash ti mbulojna me folje të kuzhinës
Për një 20 minuta e lajna të qëndrojnë kështu të mbuluar me fogullet e kuzhinës që të përshkojnë pra. Basi kanë pushu kuleç, e largojna foljen. Mandej prap e morrim pra edhe tullusën edhe fillojna me tullu. Petën tepsin e lyna me gjalp ose me vaj. Tash marrim tepsin pra të lyer që kemi lynë me gjalp edhe e qesim petën. Parë marrim mishin. Edhe e qesim krejt mishin, pra mbushin. Kemi qitë mishin, tashti e tullojna edhe kulaçin e dytë. E kemi tullu pra edhe petën e dytë. E marrim tepsin. Furrën e kemi lëshu në nxehtë, temperaturë 220 gradë. Shtrina petën mirë. Tashti në fund ja kthejna rrethin, duke i bashku petën e fundit me petën përmi pra. Ja kemi kthy edhe rrethin, tash e morëm një thik. Edhe bismillah e bëjna prerjen. Furrën pra e kemi nxehtë, temperaturë 220 gradë. Tash mbasi kem bërë prerjen e lyna me gjalpën edhe vajin që na ka mbetë për mi edhe më njëherë fusim pra tepsin e furrën e nxehur në temperaturë 220 gradë. E kemi lyer edhe burekun për mi, na ka mbetë prap gjalpa edhe kështu që më njëherë fusim tashti burekun e lyer në furrën e nxehur në temperaturë 220 gradë që hjeket. Edhe burekun e kemi hek prej furrës, e kemi pjek në temperaturë 220 gradë për 30 minuta. Është pjek shumë mirë bashkë, ashtu që shneve na koma që dë bojnë që thamë gjithmonë dhamë të kërc. Nëse dojmë me lonë shemull me uftof, veç e lagun pak me ujë, mbulojna me një salvet, kush ka qef mja orë të nxehta, veç ja nis bismillah edhe kosin onash mes me arru si gjithmonë, mos lëpni ma mirë. Sidomos për motrat fillestare me 2 kuleç që ta knoq barkun e shpirtin e trupin e krejt. E shikoni tash përfuni, është nxehtë e vaj. E shihni pra e rreshkall për mi, e ndëgjoni që bashkë të knoq. Neve na bëft mirë e juve po ashtu nëse e provoni. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura deri me recetën e radhës. Nga kuzhina Neri t'ju them, miru pofshim.